Alba përfshihet në një debat të fortë me Ludon, ku tensioni rritet shumë shpejt dhe atmosfera bëhet e rëndë. Ajo shpërthen emocionalisht dhe e akuzon hapur se e ka tradhtuar, duke i thënë se sjellja e tij ka qenë e dyfisht dhe as pak e sinqertë. Sipas Albës, Ludo për një kohë i rrinte vazhdimisht pas Hygertës, ndërkohë që mundohej të dukej korrekt përpara saj, gjë që e ka bërë Albën të ndihet e mashtruar dhe e përdorur gjatë debatit. Alba thekson se ka vënë re ndryshimin e sjelljes së Ludos, duke thënë se ai nuk ka qenë kurrë i qartë me ndjenjat e tij dhe se gjithmonë ka kërkuar vëmendje diku tjetër. Ajo e akuzon se tani, pasi i shkonte mbrapa asaj, ka kthyer të gjithë interesin te Hygerta, duke e lënë Albën në hije dhe pa asnjë shpjegim të sinqertë. Kjo situatë e bën Albën të ndihet e zhgënjur dhe e fyer, pasi mendonte se mes tyre kishte diçka më serioze. Debati vazhdon me tone të ashpra, ku Alba i kujton Ludos se veprimet e tij flasin më shumë se fjalët dhe se ai nuk mund të justifikohet më. Ajo shprehet se nuk toleron tradhtinë dhe lojrat me ndjenja, duke e bërë të qartë se ky veprim i ka thyer besimin. Banorët e tjerë ndjejnë tensionin dhe e kuptojnë se kjo përballje nuk është thjesht një keqkuptim, por një çarje e thellë mes tyre. Në fund, Alba qëndron e vendosur në fjalët e saj, duke i treguar Ludos se është zhgënjur rënd nga sjellja e tij dhe se nuk pranon më të jetë pjesë e një situate ku ndjenjat nuk merren seriozisht. Debati i tyre kthehet në një nga momentet më të nxehta, duke lënë pas shumë pikpyetje për raportin mes Albës, Ludos dhe Hygertës.